Për herë të parë, Speciala publikon pamjet nga brenda burgut në Hagë. Dhomat e specializuara të Kosovës kanë publikuar për herë të parë pamje nga ambientet e brendshme të qendrës së paraburgimit në Hagë, ku po mbahen të paraburgosur ish krerë të UÇK-s mes tyre dhe ish presidenti Hashim Thaçi. Pamjet tregojnë se kushtet në të cilat paraburgosurit kalojnë kohën e tyre dhe përfshirë ambientet e fitnessit, këndin e qëndrimit ditor ku mund socializohen, si dhe dhomën e posaçme për takime me familjarët. Sipas njoftimit zyrtar të Speciales, personat që ndodhen në paraburgim kanë gjithashtu qasje në ajër të pastër, mundësi për ushtrime fizike dhe hapësira të dedikuara për shërbesa fetare. Pandehurit që janë paraburgosur para dhe gjatë gjyqit të tyre në dhomat e specializuar të Kosovës mbahen në qendrën e paraburgimit në Hagë, atje kanë qasje në ajër të pastër dhe ushtrime dhe mund të shoqërohen të presin vizitat, marrin pjesë në shërbesa fetare, thuhet në njoftim. Speciala thekson se paraburgimi para ose gjatë procesit gjyqësor vendoset vetëm kur konsiderohet i domosdoshëm për të parandaluar rreziqet konsideruese tentativa për ndikuar apo friksuar dëshmitarët. Publikimi i këtyre pamjeve në një kohë kur proceset gjyqësore ndaj ish udhëheqësve të UÇK-s që vijojnë në Hagë në vëmendjen e lartë opinionit publik në Kosovë dhe në gjithë trojet shqiptare.